parlamentar, i cili i entuziazmuar, po them, nga pozicioni numra në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe nga egoizmi i madh për të pasur gjithçka nga pushteti në Republikën e Kosovës, po e sjell situatën që tani më lehtësi po diskutohet për procese zgjedhore të parakohshme në vend se sa për mundësinë e konkretizimit të çështjes së zgjedhjes së shefit të shtetit. E kuptoj. Cilat janë skenaret tashmë, Albinot? E di që kryesori është zgjedhje parakohshme prap, po ka ndonjë skenar tjetër që mund çojë në gjetjen e një emri? Tani, keni parasysh është përfolje shumë për një raport mes lëvizjes së vendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po nuk shoh që ose ku ka logjik në qoftë se Lidhja Demokratike e Kosovës në instancë fundit, po e marrim hipotetikisht, që merr edhe pozicionin e presidentit vendit si subjekt politik, mirë po ngelet në opozit, atëherë kjo nuk ka sens. Çfarë do t'i levërtiste Lidhjes Demokratike të Kosovës të kishte vetëm pozicionin e presidentit në instancë fundit edhe të vazhdonte të ishte subjekt politik opozitor në vend. Dhe në këtë rrafsh unë konsideroj që edhe këto janë takime sa për të takuar, palët që provojnë maksimalisht që nuk janë, po themi ashtu në thonjza, fajtor shkuar në zgjedhje, mirë po që tani Lidhja Demokratike e Kosovës e përmendura më shumë nga lëvizja vetëvendosjes në të gjithë rrethonën pas nënshkurtit të 2025-s të ngjelet si një lloj ose të provoj të mendoj që ka një pragmatizëm dhe një kthim në racionaliteti në një situatë ku pozicioni i saj politik i numrave në Kuvendin e Republikës së Kosovës është më keq se sa ajo që ishte me nënshkurt 2025-s, dhe për mua nuk ka rrjedhë logjike kjo çështje, mirë po megjithatë ka takime dhe ka këto shpjegimesh se kjo lloj mundësie bashkëpunimit mund të ndodhë duke u falendëruar një pragmatizmit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse prapë po them, nuk e shoh kompakt e Lidhjen Demokratike të Kosovës në raport me interesin e saj që të ketë instancë të fundit, po themi edhe pse nuk është e ka të konkretizuar diçka në këtë çështje, edhe vetëm pozicioni e presidentit vendit. Pa një marrëveshje tjetër e cila do të ishte më gjithëpërfshirëse, ku do të bësh edhe ndryshime, po themi ashtu, në përbërjen e qeverisë dhe të futej si subjekt, po themi ashtu, nga opozita dhe kalon në pozitë. Aty kishte me pas një rrjedhë logjike, mirë po, pra po them, nuk shoh shumë seriozitet. Seriozitetin më të madh do ta shihja, do ta vlerësoja, sikur e gjithë kjo situatë të diskutohej para formimit të qeverisë. Dhe keni parasysh, kryeministri i vendit, kreu i Lëvizjes Vetëvendosjes, zotni Albin Kurti, para formimit të qeverisë, mbante ligjërata për ato 3 çështje të rëndësishme që ishin konstituimi i kuvendit, sipas shpjegimit të tij, votimi i ligjeve të cilat ose i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe i buxhetit, dhe e treta në shpjegimin e tij ishte formimi i qeverisë. Ndërsa për çështjen e presidentit na mbante ligjërata se ka kohë për te. Dhe tani koha po shkon, kemi edhe këtë afatin e çuditshëm të dhënë nga gjykata kushtetuese dhe ende nuk kemi asgjë të konkretizuar. Për rrjedhoj, unë shoh një pasion, një vullnet, gjithsesi në logjikën time i pashpjegueshëm, duke pas gjithë këtë fuqi të shtetit dhe të jetë më rehat që shkohet në një proces zgjedhor, është interesant edhe për një studim shumë të veçantë dhe më thelluar, pa u lshuar në mundësitë e shpjegimeve të cilat mund të ngjihen si konspiracione. Emrat që flitem, edhe Lumini Abdixhiku mund të jetë një nga emrat që mund propozohet nga DK-ja për president? Albinot, dhe sa gjasa ka nëse ky emër propozohet të mbështetet nga vetëvendosja? Në historinë e veprimtarisë politike në Republikën e Kosovës kemi pas politikanë të cilët, po themi ashtu, kanë manovruar me qëndrimet e tyre, mirë po sikur tani që kemi politikanë në shumicë, po themi ashtu, që harrojnë çfarë bëjnë paradite dhe çfarë veprojnë pasdite, në Republikën e Kosovës janë shumë prezent tani. Dhe shembulli më i eklatant ka qenë përqasja ose ajo mënyrë se si ka ekspozuar veten politikani Albin Kurti dhe kanë marrë shumë për shembull këtë çështje që është jashtëzakonisht përputhje me politikanë që duan të kenë trajektorë politike megjithatë.
Zotni Abdixhiku është deklaruar vetë që nuk është kandidat ai për president dhe nuk është diskutuar ende çështja e emrave si konkretizim. Në itinerarin e tij politik nuk është që s'është po një farë vullneti për pasje të pozicione, pavarësisht humbjeve që ai mund të ketë, siç është edhe rasti me atë jap dërheqje, nuk jap dërheqje, vendosi në mirëbesim votimi pozicionin aktual të kreut të partisë, situata të cilat për mua ishin mjaft qesharake, lloj komedie politike e cila në instancë fundit nuk është të ngjallat ose të krijon atë besimin se megjithatë kemi të bëjmë me politikanë cilët kanë një trajektorë dhe kanë një qëndrim dhe kanë disa parime. Unë konsideroj që zotit Abdixhiku pasja pozicionit të presidentit mund t'i përmbushte një ego personale, mirë po subjektit vetë, Lidia Demokratike e Kosovës, çfarë do t'i leverdiste nëse do ta kishte vetëm pozicion e presidentit kreu i partisë, e që ju e dini, me të bërë president i vendit, ai duhet të largohet nga Lidia Demokratike e Kosovës dhe të mos jetë kryetari i saj, duhet të jetë dikush tjetër si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Atëherë nuk ka një sens, është më së vërtetë që Lumir Abdixhiku ka qenë njëri prej ministrave të qeverisë Kurti 1, më i lavdruari, po themi ashtu në atë kohë nga kryeministri Kurti për ministrin e vet të financave ose ekonomisë, i cili doli i fundit nga ajo shkërmoqje e cila ndodhi e partneritetit mes LDK-s dhe lëvizjes vendosje. Pra, nuk është se nuk ka një raport, nuk është se nuk ka një vullnet dhe një pasion edhe nga ana e zotit Lumir Abdixhiku në vazhdimsi e dëshmuar që provon të kopjoj disa nga gjestet të veprimet për qasje që ka kryeministri Kurti. Mirë po them prapë, subjektit politik, Lidia Demokratike e Kosovës nuk mendoj, nuk besoj që do t'i konvenonte që të kishte vetëm një emër të vetin të dalë nga ky subjekt politik për president vendit, siç nuk i ka konvenuar dhe nuk është se i ka sill asnjë dobi vota që i dhanë Vjosa Osmani Sadriut në vitin 2021 për qenë ajo president e vendit. Dhe duke qenë qëndruar dhe Vjosa, Albino, zonja Osmani, çfarë mendon që do të sjellë Vjosa Osmani në këtë situatën e re tashmë, me rikthimin e saj në politikë aktive? A do rikthehet, po se si, kjo mbetet për të parë. Tani, kam përshtypjen që ish presidenti Vjosa Osmani Sadriu, në faktikisht vetëm çështje përshtypjes, por më është thënë edhe nga ajo që është në kërkim të asaj se çfarë do të bëjë me veten e vet ose në raport me politikën, sidomos ka një angazhim maksimal të daljeve të soja në teren, më shumë se çka pas për 5 vite, dhe është një angazhim intensiv, është duke kërkuar këtë situatë, këtë po themi është një përgjigje nga qytetarët se çfarë të bëjë ajo me veten e vet në angazhimin politik. Nuk mund të them asgjë tani, zërat e ndryshëm provojnë ta nxjerrin atë si mundësi që të shkoj një listë me Lidhjen Demokratike të Kosovës në mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme në vend. Në anën tjetër në Lidhjen Demokratike të Kosovës prapë nuk është se të gjithë kanë një zë njësoj se i përket asaj që ajo të vijë dhe të pranohet, pavarësisht bëmave që i ka bërë ajo Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke lodhur maksimalisht si subjekt politik. Dhe unë konsideroj që e njëjta e ka një energji, e ka një vullnet për të qenë angazhuar në jetën publike dhe politike, mirë po kam përshtypjen që duhet t'ia respektojmë atë pritjen që po bën ose atë kërkesën që ka se përket atë se çfarë këshille do t'jap qytetari asaj, sa po e duan apo e duan në politike të ngjashme, pra është në kërkim të vetvetes se përket asaj se a do të krijojë një subjekt politik, a do të jetë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës,